Shikues të News, ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur me parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Pjesa më e madhe e Europës paraqitet me mot të paqëndrueshëm, me rreshtë shiu dëbore në Balltik, vendet nordike dhe pjesën e Europës qendrore, ndërsa ishujt britanik, diskulli iberik, pjesa e Ballkanit dhe Europa lindore dominohen nga moti i kthjellët dhe temperatura që vinë në rritje graduale. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë, sipas Meteoal. Mot i qëndrueshëm me diell paraqitet në ulëtësirë, ndërsa në zonat lindore malore alternime kthjellimesh dhe vranësirash do të priten, në rreshtë pothuajse do të jenë në zero. Temperaturat do të luhaten nga -2 deri në 16 gradë Celsius. Era frymëverore me një shpejtësi 40 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet e tare 2 ball. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit e Europës për ditën e nesër, me Balltiku dhe pjesa e Europës qendrore do të përfshihet nga një ciklon i fuqishëm me rreshtë shiu dëbore dhe stuhiere, ndërkohë nga diskulli skandinav dhe pjesa e Europës lindore do të priten me rreshtë të dëndura dëbore, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit përfshirë këtu nga diskullin iberik Apenin, pjesën e Ballkanit, brigjet e Egjeu dhe detin e Zi do të dominohen nga moti i kthjellët dhe i ngrohtë. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesër, me sipas Meteoal. Kthjellime dhe vranësira të pakta do të priten më të theksuara në paradite, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësirave kryesisht në zonat malore. Por pareshje, moti do të jetë i qëndrueshëm edhe gjatë natës, ndërkohë temperaturat do luhaten nga 0 deri në 16 gradë Celsius. Era frymëveri perëndimore me një shpejtësi 35 km/orë, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet e tare 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend të Europës. Falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.